Në Durrës shënohet viktima e parë nga moti i keq në vend. 54 vjeçari Astrid Hysenaj u gjeti pa jetë në një kanal kullues pranë ish repartit ushtarak. Autoritetet dyshojnë se ai u mor nga rrjedha e ujit për shkak të përmbytjeve. Policia dhe polumbarët e Reneas kryen kërkime intensive ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po sqaron rrethanat e ngjarjes. 54 vjeçari një ditë më parë ishte shpallur i zhdukur nga familjarët e tij. Ai punonte pranë ndërmarrjes komunale dhe dyshohet se ka humbur jetën në krye të detyrës. Sipas raportimeve paraprake, Hysenaj kishte shkuar të monitoronte situatën nga përmbytjet dhe dyshohet se e ka marrë rrjedha e ujit. Situata në rang kombëtar mbetet alarmante. Autoritetet e linjës kanë nxjerrë urdhrin e fundit, atë të evakuimit të disa fshatrave në Durrës dhe Vlorë. Sipas njoftimit fundit nga Ministria e Mbrojtjes, evakuimi po kryhet me prioritet për fëmijët, moshuarit, personat me aftësitë kufizuara dhe familjet në zonat e izoluara, ndërsa transporti sigurohet nga mjetet e bashkisë, shërbimi zjarfikës dhe forcat e armatosura. Një aksident i rëndë është regjistruar në afërsi të tunelit të Murrizit ditën e sotme, ku një borë pastruese është përplasur me 3 automjete. Teksa po pastronte të borën në afërsi të tunelit të Murrizit, borë pastruesi goditi një automjet tip Volkswagen që lëviste në drejtim të Tiranës dhe pas kësaj edhe 2 automjete të tjerë. Nga informacionet paraprake, në këtë aksident të trefisht ka disa personat plagosur, por fatmirësisht jo viktima. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur 5 persona në lidhje me vdekjen e voglushit Brian Spahia, duke mbyllur hetimet për këtë çështje. Mjeku Roland Xhaxho, vajza e tij Ina Xhaxho dhe Marta Gina akuzohen për mjekim të pakujdesshëm që shkaktoi vdekjen e fëmijës, ndërsa ekspertët mjekoligjor Elton Serani dhe Erindo Allo dyshohen për shpërdorim detyre. Hetimet bazohen në ekspertizën nga Italia që tregon se vdekja erdhi si pasojë e anestezisë së lartë të dhënë në klinikën dentare, ku nuk u kryen kontrollet e nevojshme për gjendjen klinike të Brianit. Pas ndërhyrjes fëmia dëmtoi mëlçin, ndërsa shkeljet përfshin nxjerrjen e tij nga spitali pa marrë parasysh rreziqet. Ish-drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve Sami Mazdreku dhe ish-drejtori i Financave Valon Berisha janë arrestuar nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Prizren, në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe përfitimet kundërligjshme. Ata dyshohet se kanë përfituar mijëra euro duke lëshuar para qytetarëve në emër të sigurimeve përmes 45 llogarive bankare, duke marrë pjesën më të madhe të shumave. Hetimet tregojnë se operacioni ka përfshirë qytetar protagonist në aksidente trafiku e manipulime në procesin e kompensimit të dëmeve, me një dëm të pretenduar mbi 1 milion euro për BK-s-n. Operacioni i drejtuar nga 8 prokurorë në udhëheqjen e kryeprokurorit të Prizrenit, Petrit Kryeziu, përfshin bastisje në pronat e ish-zyrtarëve dhe i vijon hetimi për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe përgjegjësitë. Në Bruksel ka nisur gjyqi për Franz Gergelin, i njohur si Franz Çopja, dhe 8 bashkëpunëtor të akuzuar për vrasjen e Ardit Spahiut, antar i klanit rival Ali Bey. Viktima u qellua me 11 plumba në Molenbeek në 2020 në një atentat profesionist pa kamera që regjistruan ngjarjen. Hetimet lidhin aktin me hakmarrjen për një vjedhje droge prej 50 kg kokainë nga klani Ali Bey. Klani Çopja, i bazuar në Elbasan dhe me seli në Dubai, kontrollon rrjetin e madh të drogës, importon lëmë të para nga Amerika Latine, prodhon dhe shpërndan kokainë në Europë. Duke arritur të pastrojë miliona euro dhe të ndikojë në çmimin e drogës, ata kanë kryer disa vrasje dhe janë të njohur për dhunë ekstreme. Operacioni i vitit kaluar i policisë shqiptare dhe belge sekuestroi pasuri luksoze dhe arrestoi antar të këtij klani. Konflikti me klanin Ali Bey vijon ku Ardit Spahiu konsiderohej argëtari i rivalëve dhe viktima e fundit e luftës ndërklanore. Lorenz Lala, 48 vjeç, i dyshuar si porositës për vrasjen e Albi Bashaliut në Shqipëri, do të ekstradohet nga Britania e Madhe në vendin e tij të lindjes. Lala u arrestua në qershor të vitit kaluar pas një urdhre arresti nga autoritetet shqiptare dhe pretendonte se ishte bletar. Ai dyshohet se pagoi 42.000 pound për vrasjen e Bashaliut, si hakmarrje për një ngjarje tjetër në fshatin Gjocaj në vitin 2021. Lala ka jetuar 2 vite në Britaninë e Madhe dhe shkoi atje së bashku me bashkëshorten e tij në gusht 2023, e cila kishte aplikuar për vizë si punëtore e kualifikuar. Sot në gjykatën e magjistraturës Westminster, ai dha pëlqimin për ekstradimin duke shmangur një seancë të plot dëgjimore. Bashkëshortja e tij nuk ishte prezente në seancë, ndërsa ai mbetet në paraburgim deri në vendimin përfundimtar të sekretares së shtetit. Lala ka 3 fëmijë dhe figuron i pastër penalisht jashtë Shqipërisë, por dyshohet se ka pasur rol kyç në organizimin e vrasjes dhe sigurimin e armëve për grupin kriminal. Rjeti narkotrafikanti udhëhequr nga Jezdmir Serdan
dhe një grup shqiptaro ekuadorian është përballur me një proces penal për dërgimin e sasive të mëdha të kokainës nga Ekuadori drejt Europës. Gjatë viteve 2020-2021, 4 persona të tjerë u përfshin më pas, ndërsa komunikimet e tyre për dërgesat e drogës u zbuluan përmes aplikacioneve të mesazheve. Hetimet zbuluan transportin e drogës me kontejner dhe sekuestrimin e mbi 1 ton kokaine, si edhe pastrim parash prej mbi 11 milion dollarësh përmes kompanive të akuakulturës, bujqësisë dhe sigurimit. Personi identifikuar si Miguel A u lidh me fabrikën e konservimit të peshkut, ku dyshohet se paketoheshin substancat, ndërsa personi tjetër i identifikuar si Billa P, i përfshirë edhe më parë në një rast në SBA, ndodhet aktualisht në Shqipëri. Prokuroria ka dokumentuar mesazhe, imazhe dhe koordinim të dërgesave, ndërsa disa prej të pandeurve urdhëruan të qëndrojnë në paraburgim me trajtim mjekësor. Një aksident i rëndë në Gjermani ka përfshirë një familje shqiptare, duke lënë 6 persona të plagosur, përfshirë 3 fëmijë të mitur. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm në Lidermate, në Waldschutingen, pranë kufirit me Zvicrën, pak minuta para destinacionit familjes që po kthehej nga Kosova. Një kamion u përplas me makinën e familjes duke shkaktuar plagosje të rënda. Një person mbeti i bllokuar në automjet dhe u nxorr nga zjarrfiksit. Familja vjen nga fshati Ratkoti i Rahovecit, ndërsa fëmijët e plagosur janë 5 muajsh dhe 3 vjeç. Disa nga të aksidentuarit u transportuan me helikopter shpëtimi, ndërsa shkalla e saktë e lëndimeve mbetet ende e paqartë. Autoritetet gjermane po hetojnë për shkaqjet e aksidentit. Në Minneapolis të Minnesotës, një grua humbi jetën pasi u qellua nga një agent i emigracionit gjatë një operacioni kundër emigrantëve të paligjshëm. Ngjarja ndodhi vetëm disa blloqe larg vendit ku u vra George Floyd në 2020-ën, duke ndezur debate mbi përdorimin e forcës dhe politikat e emigracionit. Pamjet e filmuara tregojnë trupin e gruas brenda automjetit dhe disa kalimtarë që përpiqen të ndërhyjnë, ndërsa agentët ndalojnë ndihmën mjekësore. Presidenti Trump mbrojti veprimet e agentëve, ndërsa guvernatori rajonal Tim Walz kërkoi kujdes pa politizime. Ekspertët e drejtësisë paralajmërojnë se mungesa e kamerave trupore dhe mbështetja politike mund të pengojnë përgjegjësinë ligjore. Ngjarja ka nxitur reagime të ashpra në komunitet me kërkesa që agentët të largohen dhe tensionet mbi drejtësinë e sigurinë publike të rishqyrtohen.